si ta ruaj durimin kur lutjet e mia nuk pranohen me njerë. Së pari themi se Allahu Azza wa Jall nuk është sikurse krijesat. Për këtë arsye, për shkak se ne jemi krijesa dhe ai është krijues, duhet ta dimë se çdo herë, jo çdo gjë që ne e kërkojmë është e mirë për ne. A ke parë ndonjëherë fëmia i vogël, i cili ndoshta ta kërkon një gjë ty, mirë po ajo gjë është e dëmshme për të, dhe ti nuk ja jep. Shembull, ta zëm, ndoshta fëmia kërkon diçka që është me zjarr, dhe ti nuk ja jep për shkak se ajo është e dëmshme për të. Ja djeg duart, e dëmton, e shkatëron, ndoshta e çon në vdekje. Mirë po ai fëmia e din atë? Nuk e din. Ati i duket se diçka që ndrit dhe e kërkon që ta prek, apo drejtohet drejt zjarrit. Kërkon që ta prek me ngulm zjarrit. T'ja e lën? Nuk e lën. Pse? Për shkak se ai nuk është i vetëdijshëm çka është duke kërkuar. Dhe është duke tu lutur. Edhe kështu është, kjo është një shembull shumë i thjeshtë që mund të merret për madhështinë e krijuesit. Mirë po duhet ta dimë se ndoshta Allahu Azza wa Jall nuk na përgjigjet neve për atë gjë që ne ja kërkojmë atij, për shkak se ajo nuk është në të mirën tënde. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum, thot Allahu Azza wa Jall i përgjigjet lutjes së ndonjërit prej jush përderisa ai nuk shpejton. Përderisa ai nuk ngutet, nuk shpejton. Çka thot? Thot ju lut Allahut Azza wa Jall, ju lut Allahut Azza wa Jall, mirë po Allahu Azza wa Jall nuk më përgjigj. Atëherë Allahu Azza wa Jall nuk i përgjigjet. Pra ju vëllezër, Allahu Azza wa Jall ka dëshirë të ta dëgjon zërin tënd. Ka dëshirë ta shoh përgjërimin tënd, sinqeritetin tënd në lutjen tënde. E jo të bëhesh ghafil. Ka disa herë ndoshta ne i lutemi Allahut Azza wa Jall, mirë po zemra jonë është e shkujdesur. Nuk është fare prezent në lutjen të cilën e bëjmë. Pra, i lutemi Allahut Azza wa Jall, ama mendja është diku tjetër. E kjo është Allahu Azza wa Jall, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu nuk e pranon duan për një zemrë të shkujdesur. Allahu Azza wa Jall nuk e pranon duan e atij të cilit e ka ushqimin haram, pijen haram, veshjen haram. Kështu ka ardhur hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur ka treguar për atë njeriu, hadithin e gjatë, në fund thot një njeri i cili i ka ngrit duar drejt qiell, i pluhurosur me flokë të prishura, udhëtar, pra i ka të gjitha shkaqet që Allahu Azza wa Jall t'ia pranon duan, edhe udhëtar, edhe nevojtar, edhe me flokë të prishura i pluhurosur për rrugës, pra në udhë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se udhëtarit Allahu Azza wa Jall nuk ja refuzon duan, ja pranon, megjithatë këtij ja refuzoi. Pse? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram", ushqimin e ka haram, "Wa mashrabuhu haram", pijen e ka haram, "Wa ghudhiya bil haram", dhe është zhvilluar, është rrit me haram, fa anna yustajabu li dhalik. Po si ti pranohet këtij duaja? Për këtë arsye, vëllezër, kur të kërkosh te Allahu Azza wa Jall, kërko me ngulm dhe kërko lutja Allahut Azza wa Jall të t'i plotson atë që është më e mirë për ty. Thuaj o Zot, ma jep atë nëse është e mirë për mua, nëse është e mirë për fejen time, për besimin tim, nëse është e mirë, nga se ti o Zot ja i cili din gjithçka, unë nuk di atë që ti e din për mua. Prandaj thot Allahu Azza wa Jall, "Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa khairul lakum", do që diçka ju e doni, wa huwa sharrul lakum, mirë po ajo është më e keqe për juve. Ndërsa do që diçka ju e urreni, mirë po ajo është më e mirë për juve. E Allahu Azza wa Jall ka premtuar se i përgjigjet lutjes. E lutjen ndonjëherë Allahu Azza wa Jall ja pranon me një herë. Ndonjëherë i përgjigjet pas një kohe. E dikujt Allahu Azza wa Jall ja rezervon dhe ja ruan për në ahiret. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, ajo lutja jote ka mundësi vëlla dhe motër, ajo lutja jote që ti e drejtuar Allahut Azza wa Jall në këtë dunja, o Zot, o Zot, o Zot, ka mundësi që Allahu Azza wa Jall shkak i asaj lutje në ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall t'i shlyn disa mëkate. Ka shkak i asaj lutje, Allahu Azza wa Jall shpëton prej zjarrit të xhenemit. A nuk është kjo përgjigje e lutjes tënde? Kur ta shohësh Allahu Azza wa Jall me thon, e ke pas vendin xhenem.
ama shkaku e asaj lutjes që më u lute, Allahu azza wa jalla ta ka rezervuar për ahiret dhe ajo lutja jote bëhet shkak që të truan prej zjarrit të xhenemit. Pastaj o vëllezër, kur ta bësh lutjen, a e bën lutjen me edukatat e lutjes? Apo me një herë, o Zot ma jep këtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të jetë duaja më e pranuar te Allahu azza wa jalla, së pari çka më bë? Me lavdëru Allahun azza wa jalla. Dua, kur ta fillosh, njerë filloj me tasbih, madhërim, lartësim të Allahut azza wa jalla. Pastaj çka? Pastaj dërgo thot salavat ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se është më e afërt që të pranohet. I ka shansat më të mëdha që nëse e lavdëron Allahun, çon salavat që të pranohet lutja te Allahu azza wa jalla. Pastaj fillon me lutjen. E për këtë arsye mos e humb shpresën, nga se Allahu azza wa jalla thot: "Idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." O Muhammed, nëse të pyesin robërit për mua, pra për Allahun azza wa jalla, unë jam afër tyre. Ujibu da'wat ad-da'i, përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lut. Falyastajibu li. Thot Allahu azza wa jalla, nëse duan ato që ti përgjigjem unë atyre, falyastajibu li. Atë në para ato le të përgjigjen mua. Pra Allahu azza wa jalla ka urdhënuar, ka thirrë që të adhurosh Allahun azza wa jalla një të vetëm pa shoq, përgjigju Allahut. Wal yu'minu bi. Të le të besojnë të unë, thot Allahu azza wa jalla, la'allahum yarshudun, që të jenë të udhëzuar dhe të drejtuar. Allahu e din më mirë.